Jezui ngriti syt drejt qiellit e tha: O Atë, erdhi ora. Përlëvdoje birin tënd që edhe biri të përlëvdoj ty. Ti I ke dhënë pushtet mbi çdo njeri, në mënyrë që edhe ai t'u jap jetën e amshuar të gjithë atyre që ti ua ke dhënë. Kjo është jeta e amshuar, dhe të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtet, dhe Jezu Krishtin që dërgove. Unë të kam përlëvduar mbi tokë, duke kryer veprën që më dhe për të bërë. E tani, më përlëvdo ti, o Atë, në praninë tënde, me lavdin që kisha pranë teje, përpara se të bëhej bota. Emrin tënd ua shfaqa njerëzve që ti më dhe nga kjo botë. Ishin të tutë. Ti mi ke dhënë dhe e kanë mbajtur fjalën tënde. Tani ata e dinë se gjithçka që më ke dhënë është prej teje, sepse fjalët që më dhe mua ua dhash atyre. Ata I pranuan, kuptuan se unë kam dalë me të vërtet prej teje, dhe besuan se ti më dërgove. Unë po lutem për ata. Nuk po lutem për botën, po për ata që më ke dhënë, sepse janë të tutë. Gjithçka e imja është e jotja, dhe gjithçka e jotja është e imja, dhe në ta jam përlëvduar. Unë nuk jam më në botë. Ata janë në botë, ndërsa unë po vi te ti. O Ati I shenjtë, ruaj në emrin tënd, në emrin që më dhe mua, që ti jenë një sikurse ne. Kur isha me ta I ruaja në emrin tënd, në emrin që ti më dhe. I mbrojta dhe asnjë prej tyre nuk humbi, përveç birit të humbjes që të përmbushet shkrimi I shenjtë. Tani po vi te ti. Dhe këto gjëra I them në botë që ta kenë të plot gëzimin tim në veten e tyre. Unë u dhash atyre fjalën tënde, dhe bota I urreu, sepse ata nuk janë nga bota, sikurse edhe unë nuk jam nga bota. Nuk të kërkoj t'i heqësh nga bota, por t'i ruash nga I ligu. Ata nuk janë nga bota, sikurse edhe unë nuk jam nga bota. Shenjtëroj me të vërtetën. Fjala jote është e vërteta. Sikurse ti më dërgove mua në botë, ashtu edhe unë I dërgova ata në botë. Unë e shenjtëroj veten time për ta, që edhe ata të jenë të shenjtëruar me të vërtetën. Nuk të lutem vetëm për ta, por edhe për ata që do të besojnë në mua nëpërmjet fjalës së tyre. Kështu që të gjithë të jenë një. Sikurse ti, o Atë, je në mua dhe unë në ty, edhe ata të jenë në ne, që të besojë bota se ti më ke dërguar. Unë u dhash atyre lavdin që ti më dhe, që të jenë një sikurse edhe ne jemi një. Unë jam në ta dhe ti në mua, që të jenë plotësisht një, që bota të kuptojë se ti më dërgove dhe se I ke dashur ata ashtu siç më ke dashur edhe mua. O Atë, dua që atje ku jam unë të jenë me mua edhe ata që më ke dhënë, që të shohin lavdin time, që ti më ke dhënë, sepse më ke dashur përpara se të krijojë bota. O Atë I drejtë, bota nuk të njohu, por unë të kam njohur, dhe këta e dinë se ti më dërgove. Ua kam bërë të njohur emrin tënd, edhe do ta bëj të njohur, që dashuria me të cilën më ke dashur mua të jetë në ta, sikurse edhe unë jam në ta.